Radio Kosova, Radio Tirana, Radio Shkupi, Radio Mali Zi, Pak Kufi. Programi për bashkët me zhvillimet që të kalojnë kufinë shtetëror. Pak Kufi. Përshëndetje nga studio Radio Tiranës, të dashur dëgjues. Po takohemi si çdo të hënë në emisionin tonë të përbashkët Pak Kufi. Radio Tirana, Radio Kosova, Radio Shkupi dhe Radio Mali i Zi, ku për 60 minuta diskutojmë tema dhe aktualitete që preokupojnë qytetarët e vendeve tona. Këtu në studio Radio Tiranës, një përshëndetje nga unë, Jaho Margjeka. Sot kemi zgjedhur të diskutojmë për sezonin e ri turistik veror 2025, i cili tashmë ka startuar. Si është ky fillim dhe çfarë presim nga ky sezon turistik? Do të përvijojmë realitete dhe perspektiva nga vendet tona të rajonit. Për këtë aktualitet, këtu në studion e Radio Tiranës, unë jam me zotin Fatos Qerenishti, zëvendës kryetar i Unionit Turistik Shqiptar dhe njëkohësisht është edhe një nga administratorët e një resorti të madh në Bregdetin Adriatik, Bregdetin Shqiptar. Faleminderit shumë edhe një herë pra që keni ardhur sot për herë të parë, zoti Qerenishti. Kënaqësi që jam pjesë e këtij emisioni që organizohen nga ju. Faleminderit. Do të shkojmë në studiot e tjera. Të prezantohemi në gjithë kolegët e tjerë. Në studion e Radio Kosovës me kolegen Mirvete Uka është Lavdi Zymberi, guid kombëtare e certifikuar turistike. Përshëndetje Mirvete për ju dhe të ftuarin tuaj. Përshëndetje Jaho dhe për ju dhe të ftuarin tuaj, përshëndetje edhe për kolegët në 2 studie tjera dhe për të ftuarit e tyre po ashtu. Unë kam ftuar, sikur e thatë edhe ju, zonjushin Lavdi Zymberi nga Guidex, është një guid kombëtar i certifikuar. Lavdi, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Po, faleminderit Mirvete, faleminderit të ftuarës suaj. Në Radio Shkup me kolegun Mehmet Ali Yusufi është Halil Yusufi, drejtues turistik. Përshëndetje Mehmet Ali për ju dhe të ftuarin tuaj. Përshëndetje Jaho dhe nga studio e Radio Shkupit, ashtu siç potencove, unë kam bërë një bisedë telefonike me drejtuesin e kompanisë turistike Mont këtu në Maqedoni, Halil Yusufin, cilën besoj se do ta dëgjojmë pas të zhvillohet raundi i parë i bisedës. Po, faleminderit Mehmet Ali. Vijojmë në studion e Radio Mali të Zi, i ftuar i kolegës Vera Gojçaj është Alen Gjokaj, drejtor i organizatës turistike të Tuzit. Kronikën e përgatitur nga kolegja Gojçaj do ta transmetojmë përgjatë emisionit. Dhe fillojmë bisedën këtu në studion e Radio Tiranës me të ftuarin tim, zotin Fatos Qerenishti. Fatos, ju tham dëgjuesve tashmë, ju jeni vetë administratori një resori të madh turistik, por jeni zëvendës kryetari i Unionit Turistik Shqiptar. Në këtë cilësi dua një panoramë të përmbledhur të këtij fillim sezoni turistik të këtij viti 2025. Krahasuar edhe me njëjtën periudhë të viteve të kaluara, por edhe për pritshmëritë që ju keni për këtë sezon të 2025. Atëherë edhe një faleminderit dhe uroj që këtë vit ky bashkëbisedim në vend të kalojë sa më këndshëm. Njerëzit marrin informacionin e duhur për sa i përket turizmit. Unë njoh shumë mirë pjesën e turizmit vegetar shqiptar. Do të themi që fillim që Shqipëria vit pas viti ka një rritje të ndjeshme, do të themi unë personalisht po gjithë si dhe shoqata e Unionit Turistik Shqiptar është e prejë vit pas viti rritjen në numrit të turistëve të huaj që vizitojnë Shqipërinë, sidomos në pjesën e Bregdetit shqiptar. 2024 ishte një vit që ne nuk e mendonim, të gjithë do ishin optimist për nga 10 milion në turistë që kishin 2023 në 12 milion. Unë kam qenë skeptik, por arritëm që me shifra zyrtare të kishim 11 milion e 700.000 turistë të huaj të cilët vizituan Shqipërinë. Pastaj kjo për të diskutuar nëse ishin të gjithë turistë apo si ishin turistë, por sipas statistikave që shteti shqiptar i merr nëpër pikat e kalimit kufitar, detar dhe ajror, do të thonë, kjo është një shifër zyrtare, do të thonë edhe kushdo mund të vizitojë domosdoshmë faqet e këtyre pikave dhe gjen informacione e duhur që në Shqipëri janë 11 milionë 700.000 turistë për 2024. 2025 sigurisht do të thonë që mendoj që do të diçka më shumë, por ajo
ajo që nuk duhet të theksoj është që kemi shumë vizitorë të huaj të cilët rikthehen nëpër hotelet shqiptare, të cilët tashmë kanë një lloj standardi tjetër. Ne dim shumë mirë Shqipëria para 10 vjetësh ishte në mjerim, do të thoya unë, në kush do të thonë kishin vetëm turizmin patriotik, turizmin brenda vendit dhe të diasporës. Sot Shqipëria, hotelet shqiptare mikpres me dinjitet, do të thonë të turistë europian dhe nga gjithë bota, dhe kjo do të thonë na bën optimist të gjithë ne që merrem me këtë lloj biznesi, që e ardhmja e ekonomisë shqiptare mendoj që do jetë turizmi shqiptar. Kjo jo vetëm në shifra, por edhe në qëndrueshmërinë dhe në vazhdimsinë që tregon vazhdimisht, sepse të thashë nëse 2024 ishim jo shumë optimist që do rritë shumë i vizitorëve në Shqipëri si këtë vjet mendoj që do jetë edhe më i madh se 2024. Kjo pasi kërkesat e turoperatorëve europian, të cilët duan të vizitojnë turoperatorë europianë, të cilët merren me turizëm për shumë vitesh, kërkesa e tyre është në rritje. Kjo është treguesi kryesor që na bën ne që turizmi shqiptar nuk ka për të ndalur, është në rrugën e dur dhe mendoj që për sa i përket numrit të turistëve, mendoj që vit pas viti do rritet. Sa është parashikimi për si vjet? Unë mendoj që do jetë mbi 10% më shumë se sa viti i kaluar. Të tjerë jam më optimist se mua, po mendoj që do kemi 10% më shumë se sa viti i kaluar. Pastaj nuk në shifra askush nuk e di, por do të themi që edhe shtretër që Shqipëria ka nuk është se ka rritur një numër shumë të madh ka si në vitin e kaluar, por ka funksionuar shumë mirë Airbnb-t, ka funksionuar shumë mirë domethënë shqiptarët një si tjera akomoduese. Që llogaritën sigurisht që nga 12 milion turistë që vizitojnë Shqipërinë nuk janë të gjithë turistë, sepse numërohen, domethënë si turistë numërohen edhe gjithë shqiptarë të cilët kanë marrë shtetësi tjetër dhe vinë me pasaportë tjetër, janë shqiptarë të cilët shqiptarë të rajonit Maqedonisë, Malizi, Kosovës, të cilët shfrytëzojnë linjet low cost që fluturojnë nëpërmjet avionit, janë njerëz të cilët vinë nëpër pikat e kalimit kufitar të Durrësit dhe kalojnë përsëri në port, por ajo që ne e prekim, që e shohim çdo ditë është që numri i turistëve e i kërkesave në hotelet tona është gjithmonë në rritje. Kjo na bën optimist. Zoti Fatros, duke pas parasysh atë çfarë u zhvillua vjet, do të thënë çfarë u realizua vjet, çfarë ka për të bërë diçka më mirë këtë vit në fushën e turizmit në përgjithësi? A keni detajuar ndonjë aspekt që si vjet duhet të rregullohet apo në kuadër të infrastrukturës apo të realiteteve të tjera që përcjellin sektorin turistik? Ne ajo gjë që thashë që na bën optimist është se ne nuk ngelim peng i së kaluar, se ajo që ka ikur, por shohim rrugtimin që ne kemi bërë domethënë në këto vite. Dhe vit pas viti të gjitha lënë për dëshiruar, ajo një që theti një problem, po me të shumë probleme, por ajo që është për të theksuar është që çdo vit ne përmirësohemi, sepse mos kemi vetëm statistikat e numrat të mjaftueshme. Resorti juaj për shembull ka mbi 2000 sa mundësi shtretër, për një sezon. Po në Shqipëri në total, a ka mjaftueshëm njësi akomoduese për sa turistët që duan të flenë një natë në vendin tonë, të pushojnë një natë, jo të jenë thjesht guid kështu kalentar, tranzit. Shqipëria realisht është një destinacion turistik i cili ka shkëlqyer vitet e fundit, por thashë kërkesa për hotelet tona është më e madhe se sa ne ofrojmë. Shqipëria vuan për shtretër dhe do ta themi këtë gjë që janë me 10 dhe 100 hotele të cilët janë në proces ndërtimi, ka marrë leje, janë në procesin e hapjes së themeleve. Pas disa vitesh do thënë jam i sigurt që Shqipëria do ketë hotele të standardeve europiane të 4 dhe me 5 yje, po të 4 dhe 5 yje të vërtet. Kështu që patjetër që kemi mungesë edhe shtete edhe kapacitetesh, por kjo nuk na bën pesimist, përkundrazi do të thonë na bën optimist që mos i marrim më gjërat vetëm me shifra ekonomike, por të fillojmë të rrisim standardin
në strukturat tona të rrisin shërbime, sepse është shumë e rëndësishme që A keni burime njerëzore? Se shpesh flitet që sektori i turizmit shpesh ka mungesë njerëzish për të shërbyer. Absolutisht, nëse numri i turizmit, i kërkesave për hotelet tona është në rritje, numri i punonjësve tanë, të cilët po bëjmë për vitesh, domethënë është çdo vit bëhet dhe më keq për sa i përket punonjësve. Prandaj dhe fokusi i të gjithëve ne, domethënë i biznesit privat, i pushtetit qendror dhe i pushtetit lokal duhet fokusohet fort, domethënë për të rritur numrin e turistëve të cilët numrin e punonjësve të cilët duhet të bëjnë shkolla profesionale, duhet të jenë të kualifikuar dhe të trajnuar. Ne jemi sigurisht ne nuk kemi për të dorëzuar asnjëherë, sepse ky është biznesi jonë që të rrisim shërbimet, sepse pa arritur, kur flasim për hoteleri, domethënë numër 1 është shërbimet, domethënë punonjësit. Kështu që mendoj që është një luftë, domethënë, sepse ne çdo vit trajnojmë punonjës të cilët rrinë një periudhë kohore, 1 vjeçare, 3 vjeçare, 5 vjeçare dhe largohen, sepse trajnohen dhe vend diku në vend tjetër, në një hotel tjetër ose ikin dhe jashtë shtetit. Kështu që ne asnjëherë nuk kemi për dorëzuar për këtë, ata do ikin, ne do trajnojmë të rinj dhe kështu do vazhdojë kjo punë. Do të flasim në pjesën e dytë, do ta zgjerojmë këtë argument të tjerë bashkë zoti Fatos, ta kalojmë linjën te kolegët në Radio Kosova. Faleminderit për këtë pjesë. Po, Mirveta? Po, Jaho. Lavdi, fillimisht do doja të di pse filluat të merreni me këtë punë dhe çka do të thotë një guid e certifikuar. Faleminderit Mirveta, pse fillova natyrisht mendoj që dashuria për Kosovën, do të thotë për vendin tim. Edhe në vitin 2017 unë së pari fillova me një blog udhëtimesh, pasi u ktheva nga studimet në Chicago, ku e pash që ka tepër pak informata për Kosovën online, edhe aq më pak informata të sakta në gjuhën angleze, do të thotë për shkak të historisë, për shkak të rrethanave historike që kemi kalu, shpesh ka pas propagandë ose keq interpretim të historisë së Kosovës, madje edhe informata shumë bazike, qoftë për vaksinime, qoftë për mundësitë se si të vizitohet Kosova, do të thotë ka pas mungesë të informatave. Edhe u shtyva edhe nga disa blogerë të tjerë dhe fillova të shkruaj për Kosovën, që masandej u bë pak më e hapur në blogu, u bë rrjetet sociale, fillon njerëzit me kontaktu përmes Instagramit, fillova me i shoqëru nëpër Prishtinë, fillova me i shoqëru edhe pak më tepër edhe nëpër Kosovë, shoqërinë që kisha të huaj po më të afërt, edhe kështu mendova që është diçka që e bëja me pasion, kështu që pse mos ta kthej edhe në një profesion. Vitin e kaluar, pastaj ishte kjo një thirrje për trajnim organizuar nga shoqata e udhëfyesve turistik në Kosovë, Guide KS, edhe vendosa me ndjek trajnimin në mënyrë që të marr diplomën, sepse ndryshe është kur edhe që e bën si pasion, ndryshe është kur edhe certifikohesh, sepse në këtë trajnim që ka zgjat 200 orë për 3 muaj, kemi mësuar teknika, se si të merremi me turist, ndonjëherë mund të kesh turistë që provokojnë, do thotë me pyetje provokuese, sidomos duke marrë parasysh historinë e Kosovës, mënyrën se si trajtohet Kosova ndërkombëtarisht, kështu që do të thotë kemi marrë edhe njohuri për profesionin, njohuri teknike, po dhe si të sillesh me turistët, masandej si të trajtosh raste emergjence, ndonjëherë do të thotë sidomos për shembull në ditët e verës kur është temperatura shumë e nxehtë, duhet me ditë edhe si me trajtu rastet emergjente. Do të flasim pastaj edhe për to. Patjetër, kjo filloi ideja për trajnim. Nuk jeni rasti vetëm që një e re, sepse ka edhe raste të tjera që në forma të ndryshme janë kyçur në aktivitete të ndryshme për të promovuar vlerat kulturore, edhe trashëgiminë e Kosovës, edhe për të ndërtuar një imazh të mirë, dhe ju jeni një ndër raste që duke dalë jashtë Kosovës, duke e ndjerë një farë xhelozi edhe një kuptimin pozitiv për vendin e juaj që jeni kthyer për të bërë diçka të mirë për Kosovën, për të krijuar një imazh të mirë, se ndonjëherë edhe është paragjykuar dhe shpesh edhe vazhdon të paragjykohet si një vend i pasigurt, edhe pse vend më të sigurt se në Kosovë nuk e di se ku mund të ketë kur kemi forin brenda. Sidoqoftë, si po ecën puna e guidës?
Puna e guidjes në Kosovë ballafaqohet me probleme të ndryshme, pa dasht me kalu direkt tek problemet që kemi, ndoshta fillimisht me përmend që numri turistëve po rritet në Kosovë. Besoj që personalisht që ka ndërlidhshmëri me rritjen e numrit të turistëve në Shqipëri, sepse do të thotë përveç që vinë në Shqipëri, vazhdojnë turistët, meqense Kosova është shumë afër, mundësitë për të udhëtuar deri në Kosovë janë shumë afër. Një është kjo, pastaj rritja e numrit edhe të turistëve që vinë për ture ballkanike, fillimi i përfshirjes së Kosovës, sepse deri para disa vitesh turet ballkanike e kanë shmang Kosovën, qoftë për shkak të këtyre paragjykimeve që Kosova vazhdon me qenë vend i pasigurt, Kosova është vend i dal nga lufta, ndonjëherë edhe për shkak të fesë, ndonjëherë ato keq kuptimet që Kosova është vend musliman. Shpesh kam pas njerëz që më kanë kontaktuar, gra të reja që më kanë pyet çka mundem me vesh në Kosovë, do thotë për shkak të përqindjes së lartë të deklaruar si musliman. Megjithatë do thotë ka një ngritje të turizmit, ka një ngritje të numrit të turistëve që vinë edhe pak më gjatë, megjithëse vazhdon të ketë shumë turistë ditor që vinë nga Shkupi, vinë Shkup Prishtinë ose edhe Prishtinë Prizren dhe kthehen përsëri në Shkup. Kjo prap ndoshta shpjegohet me ato pamundësitë të turistëve të huaj që janë jashtë Bashkimit Evropian për të udhëtuar direkt në Serbi prej Kosovës për shkaqe politike. Megjithatë vazhdon të rritet një numër turistëve. Po në anën tjetër ka disa pengesa që ne si udhëfyes turistik vendas i ballafaqojmë. Një është ardha e turistëve, grupeve të turistëve me guida të huaja, e cila është e palegjshme në Kosovë. Do thotë guidat e huaja që janë jashtë Kosovës, nëse duan të funksionojnë në Kosovë, duhet marrin leje pune në Kosovë, do thotë duhet të marrin leje punës. Funksionon për shkak se fatkeqësisht institucionet tona nuk janë duke kryer punën e tyre. Me ligjin e turizmit do të thotë është ndaluar të funksionojnë guidat e huaja, megjithatë për ta zbatuar këtë duhet të ketë inspektor. Më shumë inspektorët mungojnë si në gjitha fushat e tjera në Kosovë. Ndoshta ne si Guidex kemi propozuar që të rregullohet kjo ndoshta edhe në dogan, do të thotë mënyrën më e lehtë e mundshme është kur vijnë grupet e organizuara në Kosovë, me rastin që kalojnë doganën, të pyeten se kë e ka guidë lokale. Në ku qëndron problemi ose dallimi mes kësaj nga një guide jashtme me një guide të brendshme të certifikuar? Tash guida e certifikuar kombëtare ose lokale në Kosovë e shpjegon historinë ashtu siç është. Guidat e huaja mund ta shpjegojnë historinë varësisht nga literatura ose varësisht nga pikëvështrimi i tyre. Për shembull nëse marrim guida turke që vinë në Prizren, kryesisht e shpjegojnë si Prizreni ka qenë pjesë e perandorisë osmane, por nuk e shpjegojnë që ka qenë i pushtuar, do të Kosova ka qenë e pushtuar nga perandoria osmane. Nëse kemi guide të ndikuar edhe nga Serbia. Absolutisht mund të ketë guida për shembull që vinë në Kosovë nga Serbia ose nga Maqedonia ose nga Malizi, që ndoshta munden me shpjegu Kosovën si pjesë të Serbisë, edhe pse Kosova është e pavarur, do thotë ka deklaruar pavarësinë që nga viti 2008. Do thotë kjo është edhe një prej rreziqeve që të kemi guida të huaja të cilat funksionojnë në Kosovë, sepse narrativin të cilin do ta shpjegojnë ato, nuk po them këtë me hamendje, po po them nga fakte, nga kolegët e me që kanë dëgjuar do thotë guidat e huaja të shpjegoj për shembull se si Nën Tereza është maqedone, ka qenë maqedone. Do thotë është kaq interpretim e historisë dhe për këtë arsye do thotë kjo është ndoshta pika më e rëndësishme. Pozitivisht në promovimin e Kosovës e bën të kundërtën. Absolutisht, do thotë na i heq edhe ato vlera, ato tregimet që ne i kemi për Kosovën edhe për shqiptarët. Kështu që do thotë kjo është një prej pengesave ose një prej anëve të negative që kanë ardha e guidave të huaja. Nuk po hyn tek pjesa financiare e cilat pastaj indikon kolegët e me, na ndikon neve, sepse natyrisht të trajnohesh, duhet kushtosh kohë, duhet i kushton financa, do thotë edhe kjo është pjesa tjetër financiare. Megjithatë pjesa më e rëndësishme sepse ne e bëjmë me pasion këtë për promovu Kosovën, është kjo, do thotë keq interpretime me ose pa qëllim i historisë së Kosovës tek vizitorët. Se nuk është që vetëm ata 20 vizitorë marrin atë keq interpretim. Ata e kalojnë masandej tek njerëzit e tyre, po, pastaj tyre sepse njerëzit janë kurreshtar të vinë për një vend ku nuk kanë qenë asnjëherë dhe sigurisht ata do flasin kur kthehen në vend. Po, edhe kur flasin do thotë edhe keq interpretojnë dhe largojnë edhe pastaj
nuk e dim si ndikon kjo pastaj tek ata të tjerët. Për këtë arsye do të thotë shumë e rëndësishme që secili grup i turistëve që vjen grup i organizuar ta ketë guidën lokale, jo vetëm është e rëndësishme, por është edhe e lehtëshme, do të thotë, që të ketë. Keni vërejtur nga cilat vende më shumë ka kurrëshje për të parë Kosovën, apo edhe grup moshat dhe profesionet, bëni ndonjë dallim këtu apo? Grup moshat që marrin udhëfyes turistik janë kryesisht më të moshuara, ndoshta sepse i kanë edhe mjetet financiare. Kështu nëse flasim për vende nuk ka shumë dallim, kemi edhe nga Evropa, kemi edhe nga Amerika Veriore, kemi edhe nga Azia. Për shembull sot do nisha me turist nga Tajvani, para pak kohësh kam qenë me turist gjerman, kam qenë me turist brazilian, kështu që do thotë janë prej gjitha vendeve. Po dallimi është tek mosha. Kryesisht turistët që vinë në këto grupet ose në këto turet ballkanike janë pak më të moshuar. Unë besoj që është çështje financiare, sepse vetë jam e re dhe udhëtoj dhe natyrisht do të thotë është një shpenzim shtesë që të rinjt pak a shumë hezitojnë, edhe ndoshta është edhe mënyra stili i të udhëtuarit, njerëzit që janë pak më të moshuar kanë qef me pas pak gjanat më të organizuara, s'kan dëshirë me mendu ashtu ku do të shkoj sot, ku do të shkoj nesër, e kanë ashtu një plan i cili përgatitet nga operatorët turistik dhe masandeve që ndjekin atë plan. Si e zhvilloni çastjen tuaj, metodat me cilat ju i tërheqni njerëzit për të ardhur te ju? Si guid, përmes internetit apo në çfarë forme e bëni, ku lajmëron këta njerëz të grupet të organizuara? Si e bëni promovimin e Kosovës fillimisht për të tërhequr vizitorët dhe pastaj normalisht duke u treguar atyre vendet më të mira? Ka disa mënyra, do të thotë e para është që Guidexi si shoqatë është pjesë e shoqatës evropiane të udhëfyesve turistik, po ashtu edhe shoqatës botërore të udhëfyesve turistik, edhe shpesh edhe ato shoqata postojnë për punën e Guidexit, edhe do të thotë në rrjetet sociale. Pastaj Guidexi do të thotë i bashkëpunon ose ka tour operators ose operator turistik, cilët e njohin tashmë Guidexin sepse ka disa vite që funksionon që nga viti 2018, kështu që do të thotë është një përvojë mjaft e gjatë dhe është një rrjet mjaft i madh. Si shoqatë kemi mbi 140 anëtar, edhe mbi 30 prej nesh jemi të certifikuar, qoftë për nivelin kombëtar, do të thotë për gjithë Kosovën, qoftë për nivel lokal, për rajonet e caktuara. Do të thotë rrjetet sociale janë një prej mënyrave më të mira. Pastaj fjalë pas fjale, do të thotë nëse disa turistë ose nëse disa operator turistik kanë përdorur shërbimet e Guidexit, pastaj i kalojnë edhe tek të tjerët. Pastaj që përcillet tek persona të tjerë. Po, absolutisht, sepse kur e merr një guid turistike që është e certifikuar, është profesionale, e merr dhe shërbim profesional, dhe pastaj e kalon te atë përvojë tënde personale, qoftë përmes këtyre vlerësimeve që i bëjnë, ose përmes emailit në Guidex, ose përmes mesazheve të ndryshme, do të thotë ose përmes postimeve, shpesh ka plot të huaj që i përdorin shërbimet tona dhe pastaj postojnë në rrjetet e tyre sociale. Jemi në shikonin se një rrjetet sociale është shumë të rëndësishme. Faleminderit, faleminderit shumë për këtë pjesë, do të kalojmë fjalën tani tek kolegët tjerë. Faleminderit me vetë, faleminderit të ftuarës tuaj, Zonja Zëmberi. Shkojmë në Radio Shkup me kolegun Mehmet Ali Jusufi, Mehmet Ali. Po, ja. Faleminderit Jaho, ne bashkëbisedimi me sipër me drejtuesin e kompanisë turistike mund kemi diskutuar edhe për bashkëpunimin, domethënë për sezonin e re turistike, për platformat e përbashkëta këtu në Ballkan dhe kemi marrë disa përgjigje interesante. Shkojmë me deklaratën e Halil Jusufit. Turizmi është duke funksionuar tepër mirë këtë vit, që është në vendin tonë, në Maqedoninë e Veriut. Njerëzit janë në disponim për pushu jashtë vendit dhe mendojmë se do të ketë rritje edhe më tek. Ne kemi, si agencion turistik, kemi pas disa iniciativa për promovimin e turizmit, sidomos në Shqipëri. Me mendoj si një personi që është i kyçur në turizëm edhe në outgoing edhe në incoming, mendoj se Shqipërisë i mungon profesionalizmi i tur operatorëve të cilët do u shërbejnë agencioneve të Maqedonisë të Kosovës dhe të gjithë botës, patjetër. Për incoming, për
ardhje me turistëve në Maqedoni në për atraksione ne që posedojmë si Mavrovën, Galishnikun, Ohrin, Strugën, Matkën, ne për shkak të mungesës së kuadrove, për shkak se është operacion pak më i madh, jemi në një pauzë, mund ta them, që e mendojmë për matucje ta aktivizojmë në kompaninë tonë dhe incomingun si pjesë e jona. Pikërisht këtë potencova se ne jemi të aktivizuar më tepër në outgoing dhe incomingun e kemi në status të pauzuar për shkak të personelit profesional dhe por në të ardhmen planifikojmë ta zhvillojmë edhe këtë pjesë. Pikërisht si çdo kompani tjetër, besoj që i kanë të njëjta probleme dhe ne hasim me vështirësi të mëdha për personel profesional në 2 pikat tona, 2 zyra tona në Shkup dhe në Gostivar e posedojmë këtë problem dhe në çdo kohë kemi konkurse të hapura që të kërkojmë personel për shitje në për zyrat tona. Edhe pse pagat janë tepër të mira, por personel rënë gjenden mbas disa viteve që na dolen jashtë Maqedonisë. Si çdo veprimtari edhe turizmi ka sfidat e veta, po mendoj që pandemia COVID-19 në vitin 2020 ishte një sfidë shumë e madhe sidomos për turizmin, e cila e preku më shumë. Veçanërisht sfidat tjera mbas asaj na duken shumë të lehta, për shkak se paketat që i shetin janë në aeroplan 90%, edhe sfida mund t'i quaj ndjekjen e fluturimeve, ndjekjen e klientëve për të shkuar edhe për parë, në këtë mund ta veçoj si sfidë në profesionin tonë. Nuk do të veçoja diçka, sfidat kanë qenë edhe mundi afat gjatë në vite më parë, shfillua agencion në vite para të 90-tave. Fillimi jonë ka hecur dal nga dal, me shumë përkushtim, edhe nga prindje, tash vazhdojmë edhe ne, ashtu që një kompani me iniciativë të vogël sot jemi një ndër liderë në vendin tonë. Ne si agencion turistik mirëmi gjatë kohëve, mbi 30 vite me turizëm dhe kohët e para, fillimet kanë qenë pak më të rënda për shkak se çdo gjë shkonte funksiononte manualisht, kurse tash me ndihmën e teknologjisë jemi më të shpejtë edhe me dhënien e ofertave, edhe me përgjigjen ndaj klientëve. Zhvillimi i teknologjisë e ka arritur edhe nivelin e më të lartë në këtë aspekt. Ne kemi aranzhmane jashtë vendit, për me thonë Turqia është lider ku njerëzit nga Maqedonia e Veriut më tepër e preferojnë. Gjithashtu Bregdetin grek, Egjiptin dhe Tunezin. Po, ishe gjithë kjo që na tha në fakt për disa pyetje që i drejtuam drejtuesit e kompanisë agjencisë në fakt turistike mont këtu në Shkup dhe në Gosivar. Ja? Po, faleminderit në Dali, faleminderit të ftuarit tuaj. Tani është momenti të transmetojmë kronikën e kolegëve nga Radio Mali Izi. I ftuari kolegës Vera Gojçaj është Alen Gjokaj, drejtor i organizatës turistike të Tuzit. Ta ndjekim. Një dyta dhe mirë se takohemi këtë javë në emisionin Pa Kufi. Ju përshëndesim ju në studio dhe mysafirët tuaj. Në studio në Radio të Malit të Zi, sot me ju është Vera Gojçaj. Si që do kemi para lejmëruar, unë sot kam mysafir Alen Gjokaj, drejtorin e organizatës turistike të Tuzit. Atëherë, si që edhe biseduam para se të hymë në studio, tema e emisionit tonë të sotëm është sezoni i ri turistik veror 2025. Në vitën 2024, Mali Izi regjistroi 2.6 milion vizitorë dhe 15.6 milion në qëndrimin, rreth 96.1% e këtyre netëve u realizuan nga turistë të huaj, kryesisht nga Serbia, Rusia, Bosnia e Hercegovina, Turqia dhe Gjermania. Në janar të 2025, numri i vizitorëve ishte 27.274, duke shënuar një rënje krahasuar në vjetorin e 2024, që kishte 31.185 vizitor.
Pavarësisht kësaj rënje sezonale, pritet që në vitin 2025 të ketë një rritje të përgjithshme të turizmit me një fokus në diversifikimin e tregjeve, përmirësimin e infrastrukturës dhe ofrimin e produkteve turistike të specializuara dhe cilësore. Në këtë panoramë të përgjithshme të turizmit maltezim, një vend që nuk duhet lënë pas dhe gjithnjë më shumë po tregon potencial të jashtëzakonshëm është komuna e Tuzit. Me natyrë të pasur, kulturë të veçantë dhe pozicion të favorshëm gjeografik, Tuzi ka çfarë të ofrojë për vizitorët vendor e të huaj. Për të mësuar më shumë rreth përgatitjeve dhe pritjeve për sezonin turistik 2025 në këtë komunë, kemi të ftuar drejtorin e organizatës turistike të Tuzit, zotin Alen Gjokaj. Alen, cilat janë pritshmëritë për sezonin turistik veror 2025 në komunën e Tuzit? Pritshmëritë për sezonin turistik veror 2025 në komunën tonë janë kypse e kësaj troven në një nivel më të lartë në hartën turistike të malit të zi. E që do të sjellë arritje fluksit të turistëve. Jemi duke punuar në drejtim që të cesin në pa bukuritë natyrore të shumta që ka komuna jonë, promovimin e aktiviteteve dhe manifestacioneve e kështu me radhë. A ka projekte të reja ose aktivitete që po planifikon për tërheqjen e vizitorëve këtë vit? Po, sigurisht që ka projekte dhe aktivitete të reja. Konkretisht jemi duke punuar në hapje të shtigjeve turistike me të cilat malësia si preve. Po, sigurisht që ka projekte dhe aktivitete të reja. Konkretisht jemi duke punuar në hapje të shtigjeve turistike me të cilat malësia si preve është shumë e njohur. Jemi duke rregulluar vendet e bukura panoramike në vendosjen e bankave, tabelave e kështu me radhë. Gjithashtu po tentojmë që këtë projekt ta promovojmë më shumë nëpërmjet rrjeteve sociale dhe mediave, ndërsa tani shpejt fillon edhe manifestacioni më i ri që titullohet Ditët e Ecimit, i cili do të zgjasë disa ditë dhe do të promovojmë potencialin e shumë që ka Lumicem për turizëm. Të gjitha këto bëhen që oferta turistike e komunës tonë të jetë sa më e gjerë dhe më e pasur. Si vlerësoni potencialin turistik të Tuzit për nga natyra, kultura dhe ofertat lokale? Potenciali turistik i komunës tonë për nga natyra dhe kultura është shumë i madh. Është e njohur se turistët tani kërkojnë natyrë të paprekur dhe mikpritje të ngrohtë, e të cilat sigurisht se i gjejnë në komunën tonë. Gjithashtu sa i përket kulturës, ka çfarë të vizitohet dhe të shihet. Por problemi më i madh tek ne mbeten ofertat lokale dhe këtu po mundohemi që të nxisim banorët për investime në bujtina dhe oferta tjera turistike, e të cilat do të pasurojnë edhe më shumë ofertën turistike të komunës tonë. Nderuar Alen, ishte kjo minutazh rezervuar për studion tonë në kuadër të emisionit Pa Kufi. Ju falenderojmë për përgjigjen dhe kohën që ja kushtuat emisionit Pa Kufi. Atëherë dëgjues të nderuar të emisionit Pa Kufi dhe të Radio Tiranës, Kosovës, Shkupit të Malit të Zi, ju falenderojmë për vëmendje dhe ju dëshirojmë ditë të mirë. Faleminderit edhe ju në 3 studio dhe përshëndetje për mysafirët tuaj sot. Përshëndetje dhe faleminderit kolege Vera Gojçaj, ishte pra Vera Gojçaj me të ftuarin e saj Alen Gjokaj, drejtor i organizatës turistike të Tuzit. Vjojmë diskutimin këtu në studio në Radio Tiranës për në argumentet të cilat i preken do t'i çojmë në tutje me zotin Fatos Qerenishti, zëvendës kryetari i Unionit Turistik Shqiptar dhe administratori njërësor të madh në Bregdetin Adriatik, në Golem mos gaboj apo jo? Apo, Golem. Sa shtretër sa të ka resorti juaj mbi 2000? Thash, jo vetëm resorti im, por në përgjithësi në Shqipëria, vitet e fundit i ka arritur kapacitetet në mënyrë të pa imagjinueshme, domethënë fal kryesisht iniciativës private, por edhe mbështetjes shtetërore, e cila nuk është bërë pengesë, domethënë për zonën e lejeve në zonën bregdetare, sepse Bregdeti shqiptar aty ka qenë me mira vjet sa ka pasfurim, por duhet patjetër domethënë të rivitalizohej zona dhe zona rivitalizohej vetëm nëpërmjet ndërtimeve, sepse ndërtimeve, sidomos struktura hoteliere, pasi thash që është një përveç shtabave të biznesit privat, ka zhvillon zonën, zhvillon punësimin, merr gjithë prodhimet e gjithë zonës aty, do të thonë është një gjë shumë pozitive. Thashë
mendoj që turizmi do jetë e ardhmja e këtij vendi, por duhet ta promovojmë më shumë. Mos ngelemi vetëm 3 muaj të jetë Shqipëria vetëm destinacion turizmik vetëm muajt e verës. Vetëm muajt e verës. Ne duhet të punojmë të gjithë shumë fort që ka në muajt e tjerë fatos. Ka vizitor. Muajt të tjerë të vitit. Patjetër ka vizitor, por realisht tani domethënë gjithë numri i fluksi më i madh i turizmit është pikërisht në këtë sezonin veror. Po, ne duhet punojmë që të promovojmë Shqipërinë, të promovojmë rajonin, sepse të gjithë po flasin për studion pa kufi, domethënë edhe kolegët që folën, domethënë u bëm lokalist, por që të funksionojë gjëja, domethënë që shqiptarët duhet të promovohen, në Shqipëri duhet të promovohen çdo gjë e bukur, sepse për fatin tonë të mirë, Shqipëria ka një histori, ka trashëgimi kulturore, ka një bregdet të manitshëm, ka male të mrekullueshme, ka zona të cilët dhe prandaj nuk duhet të fokusohemi vetëm te turizmi veror, por duhet të fokusohemi të promovojmë turizmin kulturor, historik, shëndetësor, në strukturat hoteliere shqiptare mund të bëhen aktivitete të rëndësishme, festivale, mund të bëhen kampionate të rëndësishme, të cilët nuk ka munguar në Shqipëri këto vitet e fundit, dhe kjo fal investimeve të shkëlqyera që kanë bërë hotelierët dhe këtu janë bërë kampionate botërore, europiane për moshat të reja, të rritur, U21, domethënë dhe të gjitha ato gjëra duhet të promovohen, duhet të dimë të gjithë që në Shqipëri, në bregdetin shqiptar ka hotele të cilët mund të bëjnë aktivitete deri në 1.500 persona. Jo më larg se viti që kaloi u bë kampionati europian i shaut dhe ku pjesëmarrja ishte jashtëzakonshme, mbi 1.200 shahis nga gjithë Europa, ishin gati 37 ish kampion dhe kampion aktual në Europë, kështu që duhet i promovojmë të gjitha ato gjëra. Por nuk duhet të jemi thash vetëm te pjesa verore, por duhet patjetër që ta shtrim sezonin dhe sezoni nuk shtrihet vetëm duhet marketuar këto gjëra të mrekullueshme. Hotelet shqiptare mund të mikpresin çdo lloj turisti të huaj i çdo lloj niveli të jetë ai, domethënë dhe kjo është vetëm po arrihet vetëm fal përkushtimit që kanë hotelierët shqiptar, fal rritjes së shërbimit që bëhen për hotelet e tyre, sepse i huaj ne për fat të mirë domethënë mikpritjen e kemi si në gjak, domethënë mikpritja shqiptare është e pashme, do ta themi këtë dhe do të krenohemi me mikpritjen shqiptare, por do të rrisim edhe kualitetet dhe trajnimin e stafit të cilët të jenë sa më profesional, sepse gjithë bota domethënë ne do bëhemi interesant, do bëhemi destinacion i pëlqyer vetëm nëse do të rrisim shërbimet, do të rrisim trajnimet e stafit, do përqendrohemi fort te stafi, që ndryshe do kemi një staf të huaj. Patjetër, sepse kemi thënë herë tjetër që për shkak të lëvizjes së madhe të shqiptarëve jashtë shtetit, ne kemi pas mungesa jo të numrit, sepse numra ka sa të duash, por problemi se nuk janë profesionistë. Duhen njerëz të kualifikuar, të trajnuar, edhe pse hoteleria punon fort, domethënë duke i kualifikuar vetë ose nëpërmjet kompanive të cilët bëjnë trajnime, por kjo ende është e pamjaftueshme, duhet të merrem më shumë me stafin që të kemi një të ardhme për turizmin shqiptar. Nga janë kryesisht vizitorët, ta marrim konkretisht resortin tuaj. Nga vinë kryesisht nga tuaj, nga cilë vende? Të huaj keni janë kam domethënë ende në numër më të madh janë pjesa Poloni, Çeki, Gjermani. Domethënë janë 3 shtete të cilët po bëjnë vite të cilët nuk ne nda kemi turist skandinav patjetër, të italian kemi shumë, kemi vjet si muan turistët spanjoll, si vjet kemi shumë francez. Shqipëria domethënë mendoj që shumë shpejt do bëhet një destinacion jo vetëm për turizëm të një niveli mesatar e poshtë, por me këtë ritëm dhe me këtë përkushtim që kanë hotelierët, mendoj që do kemi turistë të niveli mesatar e lartë, sepse thashë vit pas viti
hotelierët janë shumë të vëmendshëm dhe siç e dinë të gjithë që konkurenca është një bekim i madh, domethënë ne shohim ka një konkurrencë për rritjen e shërbimeve, ka një konkurrencë për rritjen e faciliteteve në hotele, sepse nuk mund të vijë turisti vetëm të vete te hoteli tikin det, por do dhe facilitete e shërbime të tjera ndryshe, të cilët ne vit pas viti jemi duke i përmirësuar, duke i rregulluar aty ku që dojmë një vit më parë, domethënë mundohemi të riparojmë vitin tjetër, por ka shumë sfida domethënë në turizëm, mos infrastruktura. Ka shumë sfida patjetër, sepse kemi ngritur thashë, kemi ecur, por ne nuk do të ngjelim një pengë asaj që kemi bërë mirë. Ne do kërkojmë çdo vit edhe më mirë, sepse turisti do që të ka ardhur për të kaluar pushime të këndshme, ne nuk mund t'ia prishim pushimet e tyre. Dhe një nga vlerat që ka hoteleria shqiptare është që pritshmëria e turistëve është më e vogël se sa ajo që gjejnë realisht domethënë kur vinë për hotelet tona. Fakti që kompanitë e huaja rrisin numrin e turistëve çdo vit, domethënë tregon që ne merrim shërbimet e duhura, sepse ndryshe ai nuk mund të sjellë çdo vit domethënë numrin e turistëve, por do vit duke i zvogëluar. Fakti që kërkesat janë në rritje, kjo na bën shumë optimist që turizmi shqiptar është në rrugën e dur. Thashë sfidat janë të panumërta, mos fillojmë me ankesë, se është punë ankesës. Po, kjo është një studi pa kufi, domethënë do të themi dhe brenda nesh duhet të kemi më shumë bashkëpunim. Më shumë si mund të realizohet një diçka e tillë. A kemi komunikim me resortet turistike ose me organizma turistik në Kosovë, në Shkupan, Tetov, apo në Tuzë, ja ishte këtori nga Tuzi, për shembull, ose si në kuadër të Unionit Turistik Shqiptar. Patjetër, domethënë ne çdo vit me Kosovën sidomos, domethënë në Unionin Turistik i Kosovës është prezent, domethënë në të gjitha aktivitetet që bëjmë ne, por edhe ne jemi prezent domethënë në të gjitha aktivitetet që bën Unioni Turistik i Kosovës në Kosovë. Janë aktivitete të cilët na bëjnë mirë të gjithëve sepse shkëmbejmë fare eksperiencë, njohim kompani dhe agjenci të tjera të cilët edhe ata sigurisht që ato tuzit të Maqedonisë gjithë secili bën promovimin e vendit vet. Por do kemi më shumë vlerë nëse se prandaj është radio pa kufi, pra domethënë të është pa kufi dhe duhet edhe bashkëpunim pa kufi. Sepse ky është qëllimi, domethënë që ne të fillojmë të bashkëpunojmë me njëri tjetrin. Ato që kërkojnë turistët shqiptar, domethënë mund ta gjejnë në Maqedoni, mund ta gjejnë në Kosovë, mund ta gjejnë në Malzi. Kjo është domethënë duhet patjetër që edhe ky emision edhe derisa do pak domethënë edhe në këtë lloj tjetër para se të shkojmë në Radio Kosova, zoti Fatos. Për çfarë shkon një shqiptar bën pushime në Antalya, po e marr kot një kështu që mezi në mendje ta zëm, edhe nuk i bën në resortet e Adriatikut apo këtej në bregdetin shqiptar, në jon deti. Mendoj që shqiptarët është dëshira për të udhëtuar, po. Për të parë një vend tjetër. Sigurisht që domethënë ne jemi në aspektin e ju është eksplorues do të shohim sa më shumë, domethënë shërbimit. Asaj çfarë aspektin e ofrohet. Në aspektin e shërbimit me thënë të drejtën, domethënë Antalya është bërë një qendër, do e mora si pikë referencë mirë, nuk ne shërbimi nuk është ne nuk krahasohemi me dikush që është më madh se ne. Turqia është e famshme domethënë për sa i përket turizmit brezëtar. E kanë filluar me kohë, thonë edhe kolegët, edhe fqinjet tanë në Malnezi kanë filluar me kohë, Maqedonia, Kosova, Greqia, kushtet e veta. Por ideja është që me ju është natyra njerëzore është do të shohim sa më shumë, nuk mund t'i mbajmë të lidhur. Jo, natyrisht. Por ajo që mua domethënë më ka bërë përshtypje këto vitet e fundit është që numri i shqiptarëve që bëjnë pushime pranë strukturave hoteliere shqiptare, bregdetare, sepse nuk do ta them emrin e hotelit tonë që u bë kompromis. Po, mos ta them se s'mund ta them më pas ne reklamotisht, po. Okej. Kështu që hotelet shqiptare, domethënë dhe numri i atë do thoja që numri
numri I shqiptarëve të Shqipërisë që bëjnë pushime të hotelet tona është çdo vit duke u rritur dhe kjo na bën në rritje, kjo është një gjë shumë pozitive sepse do të themi që për shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë, për shkak të kontratave që kemi me kompanitë e huaja europiane, nuk ka mundësi, unë në korrik gush nuk kam realisht mundësi që do të thonë që të akomodoj, do të thonë shqiptarët e Kosovës, Maqedonisë, sepse nuk kanë në vende realisht, sepse kanë mbyllur kontratat vetëm me të huaj, sepse po ka resurse të tjera plot që do mirëpresin shqiptarët e rajonit. Ka plot. Patjetër, sepse më thash më flasim për resortin tim që ka me kontrata garancia dhe jam I detyruar, domethënë që të respektoj kontratën e garancisë. Juaj kam gatuar njerëz nga më të mirët në Shqipëri. Pa dashur t'ju bëj reklam. Jemi nuk problemi fare, faleminderit. Zotë Fatos, faleminderit për kontributin pa kufin, ndoshta kemi edhe ndonjë moment për mbylljes, por duhet të shkojmë në Radio Kosova tek kolegja Mirvete Huka dhe e ftuara e saj. Mirvete. Po ja. Lavdi, çfarë kërkojnë turistët në Kosovë? Turizëm malor, trashëgimi kulturore apo çka? Dhe ju si e bëni për zgjedhjen për t'ju ofruar atyre, për t'ju propozuar vendet? Tash turizmi malor është goxha I zhvilluar në Kosovë, sidomos kjo pjesa që është Kosovë, Maqedoni, Shqipëri ose Kosovë, Shqipëri, Malizi. Megjithatë turistët ndonjëherë bëjnë edhe një lloj kombinimi, sepse për shembull, për shkuar në malet e Rrogovës duhet me kalu në Përpej, kështu që shpesh do thotë bëjnë edhe një tur në Përpej, shohin pjesën kulturore, masandej edhe kalojnë në pjesën malore. Ne si Guidex kemi edhe guidat malore të përfshira si antar ton, por edhe kemi guida kulturore. Zakonisht ofertat ose kërkesat që vijnë tek Guidex vijnë me një plan konkret, sepse planet ose paketa turistike përgatiten nga operator turistik, neve që ofrojmë shërbimin e udhërëfimit. Megjithatë aty ku ka ndoshta hapësirë, mundemi edhe me ju rekomandu pjesë tjera që janë të rëndësishme për t'u vizitu. Ndonjëherë nëse na kontaktojnë direkt, sepse përveç si Guidex ne punojmë edhe si guida individuale, për shembull, unë kam rrjetet e mia sociale dhe nëse më kontakton dikush direkt edhe më pyet thotë I kam 2 ditë në Kosovë ose I kam 3 ditë ose duam një tur në për Prishtinë, nëse është individ, mënyra sesione I ofrohem me pës për shembull, cilat janë interesat e tua, dhe masandej varësisht nga interesat, edhe e bëj përzgjedhjen e planit. Po nëse është grup, zakonisht grupet vijnë me një agent të përcaktuar edhe I çon në pikat cilat ata I kërkojnë si grup. Po kur ka hapësirë, natyrisht do thotë mundesh me shtu qoftë një vend që është I ri, nëse është hapur për shembull një vend I ri ose qoftë një vend që nuk është shumë I vizituar, po kryesisht nëse flasim për Prishtinë, pikat kryesore të cilat I vizitojnë njerëzit janë muzeu etnologjik, biblioteka kombëtare, Newborn, pastaj edhe memoriali Heroinat, për shkak edhe pse është përballë, edhe katedralja e Nën Terezës. Natyrisht për mua dhe këto janë 4 pikat, për shkak tash edhe muzeu kombëtar është I mbyllur në restaurim që një kohë të gjatë, edhe ka pasaj muze të tjerë ose muze ekspozita të tjera, të cilat ndonjëherë edhe nuk janë të hapura pas orës 4, të shtunave të dielave, për shembull disa janë të mbyllura, kështu që është pak problematike kjo pjesa e turizmit në Kosovë. Në Prishtinë është pak më ndryshe, për shembull muzeu etnologjik është I hapur, por në qytetet e vogla, muzeet për shkak se menaxhohen nga komunat, janë të mbyllura kryesisht në fundjavë, që nuk I ndihmon as turizmit lokal, po as turizmit të huaj. Kështu që varësisht të thotë sa kemi hapësirë, ndonjëherë mund edhe të prezantojmë ose të propozojmë vende të tjera turistike, por megjithatë ne si Guidex kemi vetëm shërbimin dhe ato kërkesat na vijnë direkte, do thotë me pika të caktuara se çfarë duan të shohin turistët. Po Kosova ka, do të thotë mjaftueshëm vende qoftë natyrore, qoftë edhe vende kulturore. Sigurisht për njerëzit më të moshuar, sikur e thatë në fillim ka njerëz të moshuar më shumë që intereson, sepse lëvizje vetëm brenda qytetit. Po me moshën e re, sepse organizohen shumë aktivitete të ndryshme nëpër komuna të ndryshme, aktivitete rinore. Punoni edhe në këtë drejtim?
Po ka. Në secilën prej komunave gjatë gjithë verës, sidomos gjatë verës ka aktivitete të ndryshme që po absolutisht do të thotë për shkak se kemi malet, kemi edhe kulturën, kemi festivale të ndryshme, qoftë për shembull në Prizren që është Kufesi, qoftë tash kanë filluar edhe pak më aktive janë bërë edhe komunat e tjera, tash në Qershor kemi disa festivale që janë outdoor, se kemi Peja outdoor, se kemi Prishtina outdoor, do të thotë kanë filluar edhe më shumë organizime me u bë sepse është pa që turizmi është diçka që edhe i bashkon njerëzit, po edhe ju mundson të gjithë me provu gjëra të reja, po edhe me pa diçka, edhe me u bashku me njëri tjetrin. Kemi festivale të paragliding për shembull në Kabash. Kështu që është mundësia për të ndërlidh edhe kulturën, edhe do të thotë vizitat në qytete, sepse kur vjen që të rinjt janë më aktive në rrjetet sociale e bëjnë më mirë promovimin e vendeve që vizitojnë. Po, normal, se do thotë kur vinë kanë djegës, kanë do thotë followers, influencers që vinë në Kosovë dhe i promovojnë ato festivale, kështu që do thotë të rinjt kanë këtë mundësi që edhe me pas pak avanturë, edhe pak kulturë, po edhe me i vizitu, me mësu për historinë e vendit ku shkojnë. E mira është që në secilin qytet që shkohet në Kosovë ka diçka të vizitohet, thjesht ka nevojë për më shumë promovim prej institucioneve, në mënyrë që të dinë njerëzit. Si është bashkëpunimi juaj me institucionet e vendit? Ne bashkëpunojmë për shembull si Guidex është programin e trajnimit që përmenda më herët, është përkrahë dhe është miratu programi i trajnimit edhe prej Ministrisë Industrisë, prej Mintit, por edhe prej Ministrisë së Kulturës, për shkak se të dyjat kanë hise, nëse mundem me thonë ashtu në procesin e turizmit edhe të udhërtimit. Kështu që është bashkëpunimi, natyrisht ne ato i kemi pikën e parë të kontaktit për cilat ne duhet të lobojmë për të përmirësuar pjesën e turizmit tek ato që thash guidat e huaja. Por është e mira që do të ka filluar me u bë një hap drejt njohjes së udhërtimit turistik si profesion, sepse deri tek ligji i fundit i turizmit para pak vitesh nuk është llogarit, nuk është njoft udhërtimi turistik si profesion, është marrë më shumë si diçka si hobi, si diçka që njerëzit e bëjnë në kohën e lirë, sepse kanë qaf me taku njerëz të tjerë dhe bëjnë, po tash do të thotë me ligj të turizmit llogaritet edhe nifet pranohet si profesion i cili kërkon natyrisht përkushtim dhe kërkon njohuri të caktuara. Ne bashkëpunojmë si Guidex jo vetëm me institucionet, bashkëpunojmë edhe me OJC të ndryshme. Aktualisht tash për shembull është një nga organizatat jo qeveritare, e cila ka një program ku i sjell të rinjt e diasporës, të shqiptarë, qoftë nga Kosova, Shqipëria, nga viset shqiptare, edhe i sjell edhe në Kosovë edhe në Shqipëri. Edhe ju tregon do thotë edhe ju mundson për të mësuar për historinë tonë, për të njohur rrënjët e tyre, por dhe i dërgojnë të thotë në për vende të ndryshme historike, i dërgojnë në Prekaz. Një grupi të rinjve nga Gjermania dhe më pëlqeu, kam parë itinerarin e tyre, më pëlqeu sepse vizitonin Prekazin, vende të ndryshme të historisë së fundit të Kosovës dhe mund duk diçka e mirë për vendin tonë. Po, natyrisht sepse tash do ta kemi parasysh që deri vonë diaspora jon ka pas ndoshta gjeneratën e parë së të dytë. Tash fillojnë gjeneratat më të reja, cilat nuk janë lind për shembull në Kosovës në Shqipëri, nuk e njohin, nuk e kanë atë lidhjen direkte të gjakut. Kështu që ky programi që po e përmend origjinali sjell do të thotë të rinjt nga viset e ndryshme, shqiptarët që jetojnë ose janë lindur në diasporë, është ajo mosha e rinisë dhe i sjell edhe i mundson të lidhen me njëri tjetrin, të mësojnë për njëri tjetrin, po edhe të mësojnë edhe për historinë. Prekazi është një prej ndalesave që bëjmë, asandej edhe në Krujë dhe Guidexi i udhëheq në këto vizita. Në fund, shkurtimisht, cilat janë vendet të cilat mendoni se nuk do duhej lejuar në tojza turistët për të ikur pa i parë në Kosovë? Në Prishtinë është Muzeu Etnologjik, është një prej pikave që mua më pëlqen më së shumti. Pastaj natyrisht në Gjakov, mendoj që është shumë e rëndësishme po ashtu të vizitohet Gjakova edhe për historinë, ndoshta shtëpia muze e Nën Ferdonijes. Pastaj Mitrovica është një pjesë e rëndësishme, sidomos tek ai monumenti i minatorëve, shkolla e parë shqipe e hapur në Kosovë. Po ashtu është shumë e rëndësishme në Stubull, edhe në Letnicë po ashtu është kisha ku Nën Tereza ka marrë thirrjen për shërbim. Lavdit, faleminderit shumë që ishe sot në Pakufish. Besojmë një herë tjetër të kemi në një ndër emisionet e Radio Kosovës ku mund të flisni akoma. Faleminderit shumë, kënaqësi. Faleminderit, ishte kënaqësia jonë dhe shumë sukses në punën tuaj. Jaho?
Po, faleminderit mirëvete, faleminderit edhe të ftuarës suaj, të falenderojmë edhe kolegët në studiot e tjera, fillimisht falenderimet e mia për zotin Fatos Qerenishti, dhe sekretari i Unionit Turistik Shqiptar. Shumë faleminderit zoti Fatos që ishit sot dhe kontribuat në Pakufi, uroj suksese në sezonin turistik që tashmë ka nisur në të madhe. Ishte kënaqësi dhe për mua që më bët pjesë këtij emisioni, megjithatë nuk kënaqa, shkëmbyer me eksperjenca në fushën e turizmit dhe të gjitha mendimet tona në për ato specifikat e veçanta që kishte gjithë secili për vend më të mirë për turizmin dhe sepse turizmi është përbashkues dhe ne po tregojmë përbashkues dhe nuk mund të jemi vetëm të zotë parcelat tona dhe të bëjmë gjëra të mëdha, kur jemi kështu do të nxjerrësh emisionin pa kufi, turizmi do pafund njerëz, do të thonë pafund. Në fjalë ju po thoni deti është i të gjithë shqiptarëve. Jo vetëm i Shqipërisë, por shqiptarët Kosovës, të Maqedonisë, të Shqiptarëve. Faleminderit shumë faleminderit edhe një herë zoti Fatos Qerenishti për mua. Në studion e Radio Kosovës me kolegen Mirvete Uka ishte Lavdi Zimberi, kujt kombëtare certifikuar turistike në Kosovë. Në studion e Radio Shkupit, siç thamë, me kolegun Mehmet Ali Yusufi ishte Alil Yusufi. Në studion e Radio Malit të Zi, kolegja Vera Gojçaj kishte të ftuar Alen Gjokaj, drejtori i organizatës turistike të Tuzit. Këtu në Radio Tirana sot moderova unë, Omar Gjeka. Ju përshëndes të gjithëve miq që na keni ndjekur sot në Pakufi, kudo ku ju keni qenë, dhe ju uroj një fundjavë të mirë. Faleminderit koleg. Dëgjojmë javën e ardhshme. Deri javën tjetër. Mirë dëgjofshim.